dalim fitus. Po, jemi në 5 minutin e fundit, zotri Hasani, për shkak edhe të kohës kësaj gare, jeshtë futur edhe zonja Osmani, garojnë brenda një liste me lidhjen demokratike të Kosovës dhe zotrin Abdigjiku. Osmani, si bartës e listës, në këtë formulën e re të LDK-s, garon për presidente, Abdigjiku për kryeministër. Sa ju rrezikon juve LDK-ja dhe për ta përmbledhur kështu për shkak se ka shumë çështje sa i përket kësaj të Osmanit, thatë se me Kurtin jeni kundër, me Osmanin, a do pranonit marrëveshje bashkë edhe me LDK-n? Fillimisht për Osmanin president dhe Abdigjikun kryeministër dhe pastaj për çështjen. Mendoj që Vjosa ka gabu angazhimin e vet politik. Ka gabuar. U dash të ruaj autoritetin e vet që ka mujt ta krijoj si presidente. Angazhimi i sajna në politik edhe njëherë kthimi në parti politike dhe kthimi në lidhje demokratike, nuk besoj që e ka atë vlerën që ka mujt ta ketë më herët. Për shkak se ajo i tratoi një lidhjen demokratike për interesa personale, dhe në këtë drejtim i bëni dy gabime politike të jashtëzakonshme të rënda politike për veten e saj kur i shpolli zgjedhjet në vetor, edhe kur doli me deklaratën se personi në fjalë kryeministri është njëri i rrezikshëm. Nëse është i rrezikshëm, si nuk e ki prezantuar më herët, pse nuk e ki denoncuar më herët, pse nuk i marr masa më herët, u dash të marrësh masa. Kur e ki ditë që është i rrezikshëm, edhe cila është arsyeja ti me punu me një president që është i rrezikshëm i vendit, që rrezikon vendin. Ajo me këto deklarata ka treguar që është e papjekur politikisht. Osmani papjekur politikisht? Politikisht. Sepse ajo ju ka nënshtruar politikës tina. Kjo tregon se nuk e ka pas autoritetin e vet. Ju ka nënshtruar për zgjedhje, tani del thot atje, un kam dëshmi të mjaftueshme që në dhomë ka qenë veç me voçiqin dhe ka fol ka ndajt me orë të tëra. Nëse ti si presidente i ki pas të dona, edhe ti nuk i marr masa të nshkelet kushtetuese, ajo duhet përgjigjet për këto. Jo, edhe Kurti dhe Konufca demantuan këtë, duke thënë se janë takime normale që... Unë po flas për Vjosën. Po, e ka parasysh, po. Demantat e këtyre. Unë po flas ajo përgjigjse pikërisht për këto është. A rriti Osmani Kurtin? Kurti e ka rrit Osmanin. Kurti e ka rrit Osmanin, e ka bërë presidente. E ka bërë një orë ndërkombëtarisht. I ka dhënë mundësi. Ka dash mandatin e dytë, i ka thënë nuk mjafton një mandat, dhe pse nuk më bën mua president edhe një herë, unë tash jam kundër teje. Domethënë 5 vite pas mundësi, ti je i mirë, ti je i lojal, ti je i besueshëm, të gjitha, ti jam shefish, ti jam mbulon qeverisë gjitha të metët, e në fund ti je i rrezikshëm edhe i keq. To në politik nuk shkojnë. Për mua janë papranueshme dhe të rrezikshme. Nëse ti, si ish presidente, tash i bjen, ose presidente, që e ki kry mandatin, edhe ti thush, këto janë të rrezikshme, cila është arsyeja, ajo du ta kuptoj ligjin që sekretet shtetërore i ka të mbyllura, nuk guxon ti prezantoj paktën 5 vite. Ajo prezanton. E tash kur ti prezanton, ti e bën bashkëfajtor veten. Ajo është fajtore. A do bashkëpunonit në të ardhmen me zonën Osmani dhe me LDK-n gjithmonë nëse ju do t'jeni partia fituese pas 7 qershorit? Unë besoj që Partia Demokratike do të bashkëpunojë me opozitën. Tani ka shumë partner që po garojnë, përveç që Lidhja Demokratike është Aleanca, është Partia Social-Demokrate, ka dhe të tjerë. Kështu që unë besoj që ata do të gjojnë një gjuhë përbashkët si opozit, nëse janë opozit, nëse dojnë marrëveshje politike për të arritur të tje, kanë mundësi të bisedojnë, kanë mundësi të janë partner një koalicioni, sepse Partia Demokratike ka qenë një qeverisi bashkë me Lidhjen Demokratike edhe kanë pas një zhvillim suksesëm të zhvillim të vendit, kështu që kanë mundësi të bëhet edhe ato, nëse ka kompromiset të brendshme. Po, zotëri Hasani,